I bëra motrës së tij një koment në Facebook, punonjësi i policisë dhunon rënd babe bir në fier. Altin Meçaj, banues në Vjos, njësi administrative Cakran, emigrant në Gjermani, është bërë prej një sulmi të dhunshëm mbrëmjen e dieshme rreth orës 23. Ajo ka ndodhur pasi ka bërë një koment në Facebook një bashkëshatare që sipas tij është motra e një punonjësi i policie në komisariatin e Fierit. Ai rrëfen momentin e tmerrit ndërsa kërkon drejtësi. Mbrëm në orën 11 të natës kam arritur në shtëpi kur isha tek lokali fshatit, më kishte ardhur një mesazh kërcënues për një like. Mesazhi më erdhi nga një bashkëshatar im që ai sot është komandant me forcat Renea në Fier. Like i bëra motrës së tij në Facebook. Në 11 që kam arritur në shtëpi, janë fikur dritat vetëm të shtëpisë time dhe unë jam thirrur në emër që të dal jashtë. Porta e madhe me portën e shtëpisë janë në një distancë prej 50-60 metra. Ai ishte tek porta e shtëpisë, jo tek porta e madhe. Unë ndola dhe mendova se ishte vëllai. Mesazhi thoshte që nuk e di se me kë jem pleksur. Unë dal në derë dhe aty më qëllon direkt dhe më përsërit ato të mesazhit. Ishin të paktën 3 persona. Më kanë qelluar pa mëshirë dhe më kanë rrëzuar për tokë pa ndjenja. Nëse unë jam gabim për një like apo koment, ka edhe falje. Por të arri në këtë gjendje, sa të më bëj mua për spital, qelluan edhe baban, sa po doli jashtë. Unë kam punuar në shtëpinë e tyre, kemi patur marrëdhënie të mira, Fredi Astrid Lamaj e ka emrin. Më tha të njëjtat gjëra si në mesazh. Unë kam rënë pa ndjenja dhe kur përmenda, e pa zhvete në ambulancë. Unë kërkoj që kjo mos përsëritet më dhe dua të drejtën time, më shkelur prona. Telefoni im është marrë me vete. Unë atë telefon nuk e gjej. Sot ka vajtur edhe policia atje, po e kërkon, por nuk po e gjen. E logjikshme është që e kanë marrë këta, tha Altin Meçaj. Ndërkohë babai i tij, 80 vjeçari Ylli Meçaj, tregon se si e ka gjetur të birin të mbuluar me gjak dhe pa ndjenja, ndërsa thekson se kur më parë në fshat nuk ka patur kontradita me askënd. Ata apelojnë një zëri për drejtësi.